Përshëndetje, paqa e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqani në mban botës, kudo që jeni. Po kam dëshirë me pa në Facebook që është puna, po s'po di. Lorent, faleminderit, sa bukur po mrin. Faleminderit vëllai nderuar, Zotit ashtoft. Të nderuar miq, si jeni, a jeni mirë? Kam derin të ju njoftoj me librin tim të 5 të radhës në për konferenca ndërkombëtare. Po, qaforja, kjo është me shpat e Imam Aliut, me shihni, ndërkaq kjo është dora e Hazreti Fatimetu Zahras. Kjo është pen që thënë. Dora Hazreti Fatimes, Ehli Bejti, për ndryshe, e kjo është e Imam Aliut, shpata. Ska fitore tek Allahu përveç fitores së Imam Aliut. Lënebe mos e shaj Valentinin, lënebe se Valentine emrin e paska. Të nderuar miq, kam derin të ju njoftoj me librin tim të 5 të radhës, libri i cili ka tematika shumë interesante, të cilat do t'i numroj, do t'ja them, dhe ky libër gjithashtu ka një përmbajtje edhe shkencore, sepse këto tematika janë nga 25 faqe, dhe janë tematika që i kam lexuar në për konferencat e ndryshme botërore, si dhe ka tematika që i përkasin gruas. Në fund janë edhe disa fotografi të ndryshme ku i kam marrë medaljet e ndryshme, takimet e mia që i kam pas në për Babiloni, kjo është Babiloni në Mezopotami, pra është në Irak, te që unë jam këtu, edhe këta janë të disa vllazën të krishterë dhe musliman, kemi shku si vizitor. Kjo është në Irak, Bagdad. Edhe kjo pra përshihni fotografin, pikturat hierografe të vjetra. Këtu si që po e shihni me të krishter, me musliman, është një libër fantastik. Këtu gjithashtu në Kuwait, ku kam qenë me një konferencë. Ky është një profesor doktor, i cili më ka dhuruar. Këtu e kemi Iqbalën shqiptare, me flamur shqiptar në Qerbela. Edhe këtu gjithashtu e keni edhe kryetarin, kjo fotografi e njoftur e Ahmedi Nejatit, e cila fotografi ka qarkulluar në rrjete sociale. Unë kurrë nuk fshehi, sepse edhe kjo është medaljet që mi ka dhënë si mësuese e parë, si mësuese më e mira e Kuranit për Ballkan. Kur jam konë e ri, pasyza, një jam plak 59 vjetë, o zoti madh, shkoj rinia, na erë vleçnia që këtu flamuri shqiptar edhe kosovar në mes të Iranit. Këtu është kjo fotografia ime e njoftun, për fat keq që ma kanë keq përdor në për kur i borgosa, mirë po pastaj e pastrova vetën teme me qiltërsin time, me punën e drejtë dhe të vërtet që e kam bo me vitet të tëra. Si dhe këtu janë medaljet të cilat i kam fituar gjatë konferencave të ndryshme. Kështu pra. Kush dëshiron që ta porosis këtë libër, do të keni edhe në TikTok edhe në Facebook. Ju kam sot për herë të parë një libër e kam dërgu
Po mendoj prej këtyre librave, se 5 libra tjeri kam që i kam shtyp më parë, si dhe jam kryeredaktore e revistës Vlera. Kush ka dëshirë këto, t'i keni në dollapet e juja, në raftet e juja, gjithashtu edhe për studimet e juja, keni referenca dhe është libër edhe shkencor, edhe është libër social, ku gërshetohet gjithashtu edhe feja. Levent të shkyrederim. Prandaj, ky libër ka disa tematika shumë interesante. Unë po ju lexoj disa prej tyre, përbohet prej 280 faqeve, gati 300 faqeve, por ata të cilët e porosisin këtë libër, posta në Kosovë është falas, ndërsa jashtë Kosovës normal duhet me pagu 5 euro ishte për Shqipëria dhe Maqedoni, sa e di unë, dhe kështu pra të nderuar miq, mund ta keni këtë libër, po ky libër kushton 15 euro, por ne kemi bërë një paketi komplet kishte me kushtu 30 euro e ma shumë, por unë e kam bërë 20 euro komplet, një paket me libra, po mendoj një paketim me libra, ku do të keni, ato janë, mund të themi vetëm, si me thonë, çmime simbolike, por shumica e tyre janë gratis, falas. Prandaj ju falenderoj shumë, kush dëshiron me porosit këtë libër, e keni në videon time në TikTok, këtu, shkoni pra në numrin 048, ose këtu në inbox 509 201. 048 509 201. Është, po, Angela, është libri i 5 i radhës, i imi personal. Ta shikam edhe 10 librushka të vogla, të cilat janë librat të cilat buri imi ka përkthyer. Ato janë tregime për kafshët, do me thënë për kafshët që gjenden në Kuran. Janë libra fantastike për të rinjet, Luigi, hajde mos na bja shitant këto. Pra, libra fantastike për fëmijë dhe rini. Pra, mësojnë lidhur me Kuranin, lidhur pra me kafshët që gjenden mrenda në Kuran dhe çka ka dash Zoti të tregoj për këto kafshë. Pra, libri kushton 15 euro, mirë po kompleti i këtij libri edhe një 7-8 libra tjerë, revista shumë interesante për muajin Ramazan, për emrat e Zotit, ku përdoren libra për fillestar, libra social, libra filozofik, libra gjithashtu edhe fetar. Prandaj, ky libër është 15 euro, po komplet një paketim është 20 euro, ku do t'i merrni 7-8 libra. Pra, janë çmime vetëm simbolike, ato i keni dhurat. Nderuar miq, mirë se na erdhët ju të rinje, tash jemi 200 e kusur. Maria, sa, çka, aha, Maria, të lutëm për ty, s'ka çmim. Libri kushton 15 euro, mirë po, me këtë libër, komplet çmimi është 20 euro, sepse i keni edhe 7-8 libra tjerë, të cilët janë pothuajse gratis, po ato kanë çmime, po unë kam vendos që bashkë me këtë libër të shkojmë edhe me disa dhurata, 7-8 libra tjera, libra tjerë të cilët mund t'ja dërgoj në tër Kosovën, e keni falas postën, ndërsa në jashtë Kosovës, Shqipëri edhe në Kosovë, e keni plus posta. Pra, 20 euro i keni një 7-8 libra bashkë me këtë libër, paketim të bukur, deri te dera ja dërgojmë, Hanover, faleminderit shumë, dhe pastaj do të keni edhe libra tjerë, vetëm më tregoni, a keni dëshirë ma shumë psikologji, fe, letërsi shqipe, kam plot libra të letërsi shqipe, mirë po ato janë libra që nuk mund t'i gjeni në internet. Prandaj unë dëshiroj, thank you very much, Hanover, I respect you.
Dhe këto libra pra do t'i keni në shtëpitë e juaja. Unë po i lexoj disa tema për çka bëhet fjalë, edhe me të vërtet një libër është një vlerë e madhe në çdo shtëpi tuajën dhe mjafton 300 faqe. Maca, Gjani, hajde Gjani. Mjafton që një faqe në ditë me lexu, keni me pa sa dobi keni me pas. Dikush ka ardhur një person, ka ardhur një Gjani, ku jeti? Ku jeti? Shumë e kam një macë të mirë. E kam marrë sepse me ditën e parë të Ramazanit kam me nis një program televiziv. E kështu tash po du pak me ushtru vetin. Qërsa macë një mili, kom Gjan, Gjan, shumë donë kjo mu. Pra, Rita, shetu veç supën mos ma pi, okej? Se Luani thot, qka mi e boti si ortake gruës teme? Se po ma nguc gruën teme? Gjan. Dhe pra, ky libër ju preferoj ta lexoni, spaku ju që jeni fillestar, dikush thot jam mërzit, s'po kuptoj për librave, po lexoj, po harroj, po ju tregoj një tregim. Ka ardhur një person tek një i ditur, një djalë, vjen te një person shumë i ditur, një profesor doktor i asaj kohe. Edhe ai ishte pranë lumit e kishte një kullus. Edhe i thot ky çuni, i thot, o hoxha im, o profesor im, se në Turqi i thojnë hoxha mësuesit, o mësuesi im, thot. Po lexoj, po kur gjë s'po majnë mend, s'po kuptoj, falenderit gentleman. Edhe për macën teme që e një, që sa e mirë është, qëri shika, që të gjelbër, gjanush është kjo. Edhe pastaj Hanoveri, bravo, Gjagji Hanoveri, bravo për macën që ma qëjnë i dhurat. Edhe, gentleman, faleminderit, maca, po më wow, edhe kaubojk mirë më kanë. Dhe ky dietari i thot, mere këtë kullusën e metalit, edhe thot vetëm mbledh ujin të boje, sa të mundësh me këtë kulluese. Aje merë ujin janë 100 herë. Kështu po ujit së po kullohet, do me thonë s'po mbetet në kulluese. Po del. Ky thot prap, provoje disa herë, me siguri ka me ndodh dishka. Kur pas një kohë, falenderit gentleman, pas një kohë e sheh u bohën janë 100 herë të marë uj me kullus. Edhe e pyet mësuesin nxansin, i thot çuni mirë, apo she diçka ndryshime te kjo kulluese e metalit? Metal ka qenë. Kur e shehaj, aty ku ka kalu uji, ka fillu metali kullusja me shkëlqy. E thot, kështu është edhe mendja truri njeriut. Ti mendon se kur gjë s'po man mend, por truri yt ndriçohet. Prandaj, unë të dashur miq, gjithmonë në mëngjes e kam atë pjesën dhomën tjetër, që kam vetëm libra. Ndërka që te kjo dhoma, i kam edhe kompjutera, teknologjinë e tjera. Mundohoni çdo mëngjes, 15 minuta. Mos e merrni mobilin, ku kam mbet deri para ta natën pa e hap, mos e hapni mobilin. Dhe me njëherë mene lexoni, ma mirë ju preferoj ta lexoni Kuranin në gjuhën shqipe, që ta kuptoni, apo boshnjake, apo turke. Mirë po në ndërkohë, nëse merrni me lexu edhe këtë libër, edhe pse është pak ma shkencor, po ka tema shumë interesante, o Luan shumë nxet, ti ka lishu edhe klimën edhe këtë nxemjen teme. Veç një moment, ju lutem. Dhe kështu pra, pa marrë parasysh që ju mendoni ndoshta nuk mbanin mend, keni shumë punë, keni shumë angazhime tjera, mirë po të jeni të sigurt se diçka kam ju mbet në kokën tënde. Hiç mos shoft,
kam ju ndriçu mendja juaj. E dyta, praktikojeni kur të shkoni me pi një kafe, me një shoqe, me një mik, shkoni ndoshta me pi kafe, mos merrni muhabetet e Big Brother e serialeve, por e ke lexuar për shembull Kuranin, merre shkruaje me një letër të vogël, diçka nuk të ka ardhur shumë interesant, po s'po ja din qatë shumë sa duhet shtjellimi në ati verseti kuranor. A thu çka ka dasht Zoti me thonë, kështu që tu pi kafe me atë shoqën tënde, ose selektoje në telefon, ose shkruaje në notës telefon edhe hinë me bisedu. Hej, sot e lexova një verset kuranor, po shumë kishte domethënie, po kam dëshirë edhe prej teje me dëgju. Në atë vend ku flitet për fjalën e Zotit, qoftë duke pi kafe, ta dini që Allahu Gjeleshanu ka me lëshu mëshirën e ti mbi juve. Kam ju ndriçu mendjen tuaj. A thu, çka po na duhet me qenë mendja e ndriçuar? Dietarët, ata që din, ata e kanë vendin më të mirë në xhenet. E dyta, Zoti thot, Zoti na ka urdhnu. Fjala e parë nuk ka qenë çu fale namazin. Po fjala e parë e Zotit, më falni edhe ju të Facebookut, se unë po i drejtohem vetëm këndej tek TikToku. Pra, fjala e parë e Zotit ka qenë ikre, që do me thonë lexo. Lexo në emër të Zotit i cili të ka krijuar. Por pastaj mëse 130 herë në Kur'an, Zoti ka përmend. E fela taqilun, e pse s'po mendoni, që do me thonë, çdo gjë para se me bë, vetëm meditimi, se meditimi modern, budist, është mos me mendu. Ndërkaq meditimi islam është me mendu kur të hym, siç e keni videon aty se si duhet të meditojmë, kur të hym në meditim, pra duhet me përmend Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi takon Zotit të botrave. Kjo është, do me thënë, edhe meditim, edhe kryerje namazit, apo je duke nejt, edhe që thot profeti Muhammed, maj mirë është gjumi i dietarit, se sa namazi i gjahilit. Gjahil, do me thënë, ignorant. Prandaj, duhet gjithmonë të jemi shoku më të mirë ta kemi librin. Sepse një fëmijë kur e sheh nënën në mëngjes me libër, babën gjithashtu, e nuk e sheh ta në kohën me telefon, se normal edhe telefoni edhe mobili, mrenda në mobil ke libra, që ose don me lexu, por është shumë më e vështirë edhe është iPad do të me pas më të madh, sepse mund të keni probleme me shikim, por më e mira e të mirës është libri, sepse libri është sadakatu, është xharje. Qose dikush e shtyp një libër, ose ti s'ki mundësi me shtyp këtë librin, nuk ki mundësi, se s'ki ndoshta edhe njohuri se si shkruhet libri e tjera. Por, nëse ti merr pjesë, a gjani shku ku e ki vendin, ajde zemra, nëse ti merr pjesë në shtypin ati libri, qoftë edhe me 100 euro, atëherë, thot, kjo bëhet sadakatu xharje. Sadak, pra sadak, bamirësi e përjetshme. Çka i bjerë kjo? Kjo i bjerë, shikoni librat, sa do me qenë vjetra, 100, 200 vjet, ato nuk prishen. Çdo gjë, e ki një finxhan, e ki diçka tjetër, thehet, dryshkët, e tjera. Mirë po, librat, letra, është një mrekulli e Zotit, që Zoti e ka para pa për njerëzit, pra kjo me nejtë edhe 200 vjet nuk prishet. Prandaj, sa herë që na, si që thamë, gjumi i dietarit është maj mirë se sa namazi i ignorantit. Çka i bjerë kjo? Për me shku, me marrë një gotë ujë, ka bajagi punë, duhet me hec, me la gotën, me mush me ujë, me pru këtu e tjera. Por, kur na e marrim një libër, kjo është shumë e lehtë, veç e merr librin, ulesh edhe e lexon. Sa herë që një faqe të librit
e hapim, e kalojmë duke lexuar, aq herë keme pas sevape, sepse Allahu i don njerëzit të cilët dëshirojnë të jenë të ditur. Prandaj, vetë leximi i librit tek fëmijët ka një ndikim psikologjik. Ua, nona po lexon, ti je sigurt, sidomos vajza, ajo ka me qenë shembulli i nonës. Prandaj, unë e di që baballarët janë matzanën, mirë po nuk edukohen fëmijët duke i folë, por fëmijët edukohen vetëm ata duke ju imituar juve. Prandaj, djali, nëse keni djalin i madh, ai është shembulli më i mirë ose më i keq që vjen prej babës vet. Prandaj keni kujdes, edukoni fëmijët, sepse jo me fjalë, po vetëm me vepra. Muhammed Adili pyet, a lejohet muzika në sharo? Do të flasim ma vonë, zotri Adil. Hajde boni tap, hajde ma shumë, boni like këtu, kur gjë juve nuk ju kushton, veç kujdes po mi theni si zat. Boni like pra. Prandaj, është, thash si shme thonë, pra si që thash, libri është shoku më i mirë i njeriut. Fjala më e parë, urdhër i Zotit është lexo. Nëse ti e beson Allahun, e beson librin e Zotit, Kurani Kerim, e beson Kuranin, e beson ato që Zoti ka thënë, etiullahe, wa atiu rasul, wa ulil emri minkum, që do me thonë, bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që ju japin urdhëra. Nga kjo kuptojmë se si duhet të bindemi ne Allahut. Bindja Allahut nuk është vetëm, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah edhe shkoj. Jo, kjo na duhet ta përtrim çdo ditë. Mirë po për mju bind Allahut, nuk bindesh ti vetëm me një shahadet, e pastaj nuk jenë gjendje me dëgju një fjalë, një urdhër të Zotit. Urdhëri më i lehtë, më i bukur është libri. Libri, sepse Zoti na ka urdhëru, ikra, lexo. Lexo në emër të Zotit tënd i cili të ka krijuar. Në momentin kur e qel librin, Bismillahirrahmanirrahim, jetu bani vepër ibadeti. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, thot, ka 70 lloje të ibadetit. Do me thënë, ibadet është vepër adhurimi. Është numër 1 namazi, ibadet është agjërimi, ibadet është me shku edhe në Qabe, gjitha të rrugë me marë për me pa një mrekulli, pra me pa një vend të bekuar si që është Mekja dhe Medineja. Ibadet është me marë, me ndëgju një urdhër të Zotit. Urdhëri i Zotit i parë, çka është? Lexo. Prandaj, mos mendoni se ju bëheni musliman të mirë, pa i lexu spaku 30 ditë, 30 faqe. Një shoqe imja kështu me 8 vjeçare, dhe ajo më thoshte, vallaj, tha, qa po lexoj, pe lexoj të parin, i dytin paragraf, tha, po e harroj të parin. Ja do fjalë të huja, tha, nuk pi kuptoj, e tjera, tha, mas shkurti, tha, edhe moti s'kom lexu, shumë vështirë po lexoj. Ja mësova një teknik, që nuk lexohet me gojë para syve, por edhe për ata të cilët mendojnë se nuk kanë koncentrim, edhe atë teknikën ja tregova, prandaj po ja tregoj edhe juve tash, por bani tap. Hajde shpërndajeni ju lutëm, edhe ju nduket se te Facebooki mundeni me shpërnda në vallin e juj. S'kam ide, se unë ma shumë kam njohuri për live në TikTok. Dhe i thash, kur ta lexon një libër, në spari duhet me lexu me sy. Syt duhet me shku para gojës. Për shembull,
nuk për shembull, po shkojmë te gruaja në Greqinë e lashtë. Pra, kur të lexojmë për ata që nuk majnë mend, nuk kanë koncentrim, patjetër duhet me lishu pak zonin në këtë mënyrë. Pra, mirë po, tash ju tregoj, mirë po edhe keni kujdes, syt duhet me hec para gojes. Edhe gjithashtu, nëse janë rreshtat e lartë, për mund me lexu ma shpejt, sepse kur e lexon një paragraf, është i gjatë një paragraf 4-5 rreshta, edhe për me lexu ma shpejt, edhe me lidh fjalën me fjalë, shka ka dasht me thonë shkrimtari, atëherë mirë është për fillestar këto po e thon, edhe për ata që nuk janë fillestar, po e kanë lënë mas dore, sepse normal tash është teknologjia, po lexojmë libra edhe në për iPad-a, në për postime të ndryshme në për mobila, në për kompjuter, mirë po libri e ka dvetën. Prandaj gjithmonë e vendosni në fillim, ma fillestar që janë e vendosni gishtin në rreshtat me radhë, te poshtë. Shikoni nga ky libër çfarë tematika ka dhe sot do t'ju lexoj diçka prej këtij librit, por prapo ju them, ky libër është në shitje, është libri im i 5 i radhës nëpër konferenca ndërkombëtare, janë tematika të ndryshme ku flasin për gruan flasin, pozita e gruas në shoqëri dikur dhe sot, ofrimi i strategjive për rifuqizimin e familjes, ku i kemi problemet në familjet tona shqiptare, muslimane, dhe çka duhet të bëjmë, a duhet i themi fëmijëve tonë, jo, s'ki me shku andej këndej, faleminderit dje, s'ki me shku andej këndej, por kemi i dhënë gjithmonë alternativë. Nëse fëmiju tonë dëshiron diçka me ja ndalu, që është me të vërtet jo e ndershme, jo e moralshme, atëherë ti s'mundesh mi thonë fëmiju tonë mos shko në pishin, se atje ka vajza të zhveshura, gra të zhveshura, si këtu në Prishtinë për shembull, gjatë verës, me fëmijë, me gra, me burra, kjo është një çmenduri, një amoralitet i mënyrës vetë, të gjithë janë vetëm me bikini. Prandaj ti si nën, nëse nuk mundesh me ja ndalu, ti si prind duhet me mendu se a ka njerëz biznismen pasanika që janë edhe besimtar, që kanë Prizren, që kanë kriju bazena, pishina, vetëm për femra, ose i kanë caktuar për shembull Hane Mërkure ejte, më duket se në Prizren ka pishina vetëm për femra, edhe ka ditë të tjera për not, edhe vetëm për mashkuj. Kjo në Gjermani gjithashtu ekziston, kunata ime ka pas qenë në Gjermani edhe tha bazenat, pishinat kanë qenë Hane Mërkure premte për gra, marte ejte shtune për burra, dhe plus shtune dil ka qenë për burra gra. Pra shikoni në Gjermani me një vend të krishter, edhe i japin mundësit qytetarit që ta shijoj atë shtetin ku jeton. Prandaj, këtu në këtë libër keni lloj ofrim të strategjive se si duhet fëmijën tuaj, të pas ka gënyu kunata, jo nuk më ka gënyu ada, mos paragjyko, a nëse don unë të lidhi me kunatën teme, edhe të regon cilën qytet, se ai qyteti ku i ka jetu në Gjermani, muqa jo lagja, jënë mbledh gratë e ati vendit, edhe kanë kërku, se kunata e më është me shami, edhe kanë kërku që në pishin, sepse atje kushtojnë pishinat, edhe privatniku është në gjendje çka mos me bo, sepse ajo lagje ka pas ma shumë musliman, dhe kjo është e vërtet. Prandaj mos paragjyko, sepse në surën Huxhurat, ajeti 12, Zoti thot, Ada, dëgjo, ky ajet është për ty zemër. Mos paragjykoni, shumica e paragjykimeve është mëkat. Mos përfolni, mos shpifni. A dëshiron dikush t'ja haj mishin e vdekur të vllaut,
të ti, do me thonë, aq mëkat është me paragjyku, me shpiv, me gëny, sa që është njësoj si kurse mja hongër e gërdiqme, nishin e vdekur të ati personit që ti e përfol, e përgënjeshtron, e shpiv, e tjera, e tjera. Pra, gjithmonë në jetën e përdiqme, kur nuk mundesh diçka me andalu dikujt, sidomos për fëmijët e kam fjallën, derisa ti nuk i ofron diçka tjetër më të mirë. E kështu me radhë. Kemi për shembull tematika tjetër është avancimi i vlerave femrore dhe familjes në suaza të mësimeve dhe ligjeve islame. Pra, nasi shqiptar, që kemi një shtet demokratik me kushtetut laike, dhe falenderojmë Zotin që jetojmë në Kosovë, në Shqipëri, në vendet tona ku kemi demokraci mirë, po edhe i kemi ligjet që 90% i tyre përshtatet edhe me ligjet kuranore. Mos them 95, po 90% i ligjeve përshtatet, pra nuk mundesh me shpiv, nëse ban përçarje dënohesh, nëse shpiv duhet me argumentu, nëse nuk i argumentu, ndëshkohesh, argument ti ke shpiv për tjetrin, besa shkon edhe në burg, nëse mbyt dikont të qojnë në burg, ndoshta ta fal, s'ta fal, e tjera, prandaj janë shumë ligjet e Kosovës janë të përshtatshme për një muslimane, me jetu vetëm në aspektin e edukimit, është një padrejtësi që i bëhet grave muslimane, vajzave muslimane, që nuk i lejojnë me shku me shamia në shkollë, gjithashtu, kjo nuk ka asë në Gjermani, asë në Zvicër, asë në Francë, po ka vetëm me peqe e ka ndalu edhe unë jam kundër saj, si përveç pra që kemi disa padrejtësi për të cilat normal duhet ta ngrisim zërin, po najherë edhe vetë muslimant i shtin vesht në lesh, po s'kemi qka me bo. Mandej kemi lloji i femrave, lloji i dytë i femrës, konferenca ndërkombëtare, gruaja dhe mediat, sa kanë rol, a është gruaja vetëm për shtëpi apo duhet me dalë në shoqëri. Ma nuk janë ato kohrat kur gratë kanë qenë vetëm për shoqëri, por janë kohrat janë kohrat më ndryshe, ku gratë, veç pak të ndreshi, ku gratë sot duhet të jenë patjetër të kyçura në shoqëri, se për ndryshe fëmijën tonë ta edukon i pa edukuari. Vazhdojmë, kemi këtu edhe bazat kuranore për etikën individuale dhe shoqërore. Pra, si kur krijojmë individualizmi, është, mund të themi, një risi e shekullit 21, ku fëmijët e dojnë privatësin, janë ma individual, nuk e pranojnë këshillën, kjo është edhe për të rritur, e tjera. Po kaloj veç tematikat kështu, shpejt, sa me ju njoftu me librin tim në për konferenca ndërkombëtare, e pastaj do të lexoj edhe diçka interesante nga ky libër, për të cilat kam marrë duar trokitje të mëdha. E kemi dhe Fatimja bazamentet kuranore, sa përputhen normat kuranore, etika kuranore me ligjet ku jetojmë. Pastaj e kemi Hazreti Fatimetu Zehra, po aqja qoftë mbi të, gruaja shembullore. Kemi shumë pak libra që flasin për personalitetin e Hazreti Fatimetu Zehras, lindja e saj, karakteri dhe çfarë karakteri ka pas, çfarë personaliteti ka pas Hazreti Fatimetu Zehra. Pastaj e kemi edhe roli dhe ndikimi i revolucioneve, si kanë ndodhur revolucionet në shoqëri, kthimi në atë dhe unë po vi, ndikimi e tjera. Kemi dritat mbi qytetin e Hysenit, e kemi një lëvizje shkencore në Çervela që ka ndodhur dhe unë kam qenë pjesëmarrëse me poezin time dhe me shkrimet e mia, me shkresat kumtesat që i kam bërë, për të cilat edhe kam marrë medalje, drejtë me thonë, edhe ato të artabile, dhurata si dhe duartrokitje, normal dihet. Pastaj kemi këtu hyrje në shtetin e Kosovës,
përbërja etnike, Prishtina, feja në Kosovë, para luftës në Kosovë, para luftës së Kosovës, pas luftës së Kosovës, pastaj kemi Islami ndër shqiptarët dhe gjendja e komunitetit pasues të Ehlibetit në Kosovë, mandej burim për frymëzim Kurani, Islami, Muhamedi dhe Ehlibeti, gjendja e tanishme, ndikimi i internetit, tarikatet, sunitët, Hanefi, alternativa për unitet, uniteti i sunive dhe pasuesve të Ehlibetit dhe 12 imamve, uniteti mes komunitetit, tarikateve, sekteve të ndryshme, analiza intelektuale të temës çka është Bibla, çka është Kurani, merjemja apo marrja në Bibël, edhe kjo është një punim imi, personaliteti i Hazreti Zejnebës, historia dhe mësimet nga Hazreti Zejnebës, pastaj kemi fjalimi i shkurt në konferencën ndërkombëtare Islamic Awakening, feja nuk është dhunë, por dhuna sjell dhunë. Thirrje për vetëdijsim, çfarë është Çerbelaja, si dhe është një poezi të cilën do ta lexoj në fund. Pra poezia kur kanë fol një natë para se me ndru jetë, Imam Husseini në Çerbela, kur flet me motër e vlla një natë para se me ndru jetë. Si quhet ajo blues e juja që e ke veshur? Nuk kam ide, ma ka dhënë një motër shqiptare, po jeton në Zvicër, edhe ma ka dhënë dhurat prej Zvicrës. Ndoshta ka ndonjë simbolik, po s'besoj që është e keqe, po duket si ado lula, si ado sende. Po më duket si Versace. Më duket, s'jam e sigurt. Sido që të jetë, mua po më pëlqen. Po simbolet nuk e kam kaq me rëndësi. Kryesore nuk ka ndaj fytyrë, ndaj sens, se me pas fytyra, vizatime të fytyrës, figura, njerëzve nuk mundem me u fal me këta përpara. Se zakonisht kur ka ndonjë pikturë nuk mundesh me fal namaz. Për shembull, tash po ju lexoj diçka, mandej mundemi me hy edhe ju me pyet diçka. Hajde gënyer kuna, okay. Faleminderit ju zer. Hajde vetëm pakës, hajde ju lutëm puzzlën po e kërkon TikToku, po mendon se s'jam aktiv, hajde ju lutëm bëni tap, hajde më spritoni sa ma shumë tap, që bëni blok, që të mund ta kuptoj TikToku se jemi aktiv. Teta Iqbal, bëni blok, do këtu. Do t'i bojmë zemër, mos tani s'ke çka me i bo, ka njerëz të pa edukum, mirë po ja vlen se këtu jemi 150 veta, parëzit ishin 200, kështu që për hir të këtyre të edukuarve, të mirëve, ne do ta s'do t'i këshyrim këta tjerët që shajnë. Ti la ilaha illallah, nëse të dëgjohet legjeratat islame që jap unë, mundesh me nejt. Për me vlerësu Iqbal e Berisha Uduti, mundet me vlerësu profesor doktor Naim Tërnava, e jo ti që e këmë pas profesor. E ti, ma mirë, mas rri këtu të na, hec shko flej, mas i s'podon me dëgju. Po e filloj me lexu një pjesë se si gratë në kohën e Greqisë së lashtë, çfarë statusi ka pas gruaja në Greqi, në Australi, në Afrikë, në Amerikën e Veriut, në Arabi e tjera. Keni mu habit çfarë statusi të ulët ka pas gruaja në Kur'an. A erdha, ma more muacena? Okej, Bekim, faleminderit i nderuar. Pra, pyetje ju lutëm, të lutëm zonja Iqbal, faleminderit. Faleminderit.
Profesor më mimoz, ajde të nona jote qërë, ajde të nona. Kush fol, këtu fjallë të ndyta, tash erdhë Luani, kretve kam ju bo kështu rafsh, Selma, Limon, faleminderit zemra. A erdhë ta? Zira erdhi, do me të nqizu. A erdhë të bashkë? Jo, Po kështu sa jeni? E dhe pashën dhe gjova. Okej. Sërë se në ora 12 kam asë. Do me të nqizu pak. Mundesh me incizo. Po du me dit diferencen me islam sunit dhe shi. Shiko, diferencë sa i përket besimit në Allah, pasimit të profetit Muhammed nuk ka. Vetë këta janë të dytë njëjtë, pra janë të një mendimit. Besimin islam, shahadeti, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, s'ka kur një shfar dalimi, diference, pra sa i përket bindjes islame. Ndërka që pas profetit Muhammed, islami dhe vetë në realitet jo islami, po muslimanët janë nda në dy grupe. Janë nda disa me familjen e profetit kanë met, ehli bejtin, pra është familja e profetit, dhe disa të tjerë kanë vazhdu me shokët e profetit. Pra, me njëherë mas ndrimit jetë profetit, këtu kanë fillu dallimet në histori pas profetit Muhammed. Edhe pse profeti në 72 dit, para se me ndru jetë, në Gadirul Hum, në pelgun e Gadirit, ku gjindet në mes të Medinës edhe Mekës, duke prej haxhit të fundit, kur kthehet profeti Muhammed, atëherë ai e lën një amanet shumë të madh, men kuntu mevla fe hadha Aliun mevla, kush më ka njoftur mua si prijes, pas meje e keni Aliun, dhe pas 72 ditëve në, si themi atë parlamentin e shokëve të profetit, nuk u zbatu emaneti i profetit që mas profetit duhet të jetë udhëheqës shpirtëror, lider shpirtëror dhe i rregullimit të shtetit Imam Aliu, sepse ai ka qenë 33-4 vjeçar, ndërka që Ebu Bekrin të cilën e vendosën si khalife, ai ishte 80 e kusur vjeçar, i moshuar mjaft, dhe për këtë arsye janë bë ato përçarjet në mes të synive dhe shive, mirë po nuk ka pas përçarje në kohën e profetit Muhammed dhe në kohën e familjes së profetit Muhammed. Pra, neve na mjafton me qenë musliman, me pasu Kuranin dhe ehli bejtin, kjo neve na mjafton. Luan, na lexoni nëse shkot edhe ma gjumit. Luan, na lexoni nëse shkot edhe ma gjumit. S'ka gjë, jo, veç të asi lajmërova. Do me thonë, të gjithë neve na mjafton, prej këtu i se të dava i katë, neve na mjafton që të pasojmë Kuranin dhe ehli bejtin. Ndërsa këto dy sektet e mëdha, dy drejtimet e mëdha, Sunni edhe Shia, që kanë dalë mas ndrimit jetë të profetit, ato janë si rrugë të cilat kanë mësime shumë të vyera, të cilat na mësojnë se si me arte rruga e drejtë. Prandaj, kudo që shihni libra për ehli bejtin, pra familjen e profetit, lexoni sa ma shumë, por unë ju preferoj ta vizitoni faqen time, ku unë jam krye redaktore, e keni në Facebook, revista Vlera, ka mësime nga ehli bejti, ka edhe nga sunizmi, po shumë ma pak, po mas shumë të janë nga ehli bejti. Prandaj, kur nuk kanë pas armiqësi dietarët sunni edhe shia, sepse ata e din që ehli bejti, familja e pejgamberit, është familje e përmendur në Kuran, në hadithet e profetit,
edhe kemi obligim me i ndjek, por këto përçarjet në mes të synive dhe shijeve nuk i bëjnë dietarët, por i bëjnë njerëzit ignorant, të cilve i është shpërla truri, edhe ai për shembull kur t'i thuni të vërtet që deri sot nuk e ka dëgju, ai thot ja, kjo po flet gërnjeshtra. Po kuptoni? Prandaj edhe është gjë normale që thyejnë, shajnë, të vlerësojnë, ti thot i ka çamise, ti si je musliman, etj. Këto janë fjalët e ignorantëve, sepse ata janë mësu, sikurse ai kali, që i ka këtu 2 mishina i ka, mishina i thësh ke baba jem të lëkurës, edhe ai vetëm shirk bidat, mos e bo këto se është shirk do me thënë rival Zotit, shirk qafir të bajnë, kjo tjetra bidat, çka kjo, mos e bën këto, mos bën tespih mas namazit se është bidat. Na gjithmonë anë e donë kemi bo tespih, gjithmonë e maj mend si në xhami kur kam shku e vogël, kur nuk kemi ngrit prej namazit pa bo tespih, me muezin me hoxh. Ndërkaq këto sektet e reja që vinë, ato thënë jo mos e bën se është shirk, është bidat etj. Por ju mos u bazoni në ato, kur i keni në një pyetje 4 përgjigje, për shembull dikush po thotë jo mos bën tespih mas namazit sepse nuk bën, po tregohet pse nuk bën, trego argumentin, po ai thotë nuk bën. Ose një hoxh thotë kështu përgjigjen, tjetri kështu, ai tjetri kështu, për një pyetje i merr 4 përgjigje. Atëherë ti çka me bë? Ti duhet agron, ajde shko te nëna jote, thuj nënës tënde, ajde të lutem, që ato fjalë thuja nënës tënde, se unë jam nëna e dikujt. Prandaj, kur dikush ti e 4 pyetje, një pyetje, kur dikush, disa persona, dietar, hoxhallar, ti japin 4 përgjigje për një pyetje, atëherë ti bjen në dilem, confusion, humbesh, hutohesh, po ta shkon me dëgju. Iqballi apo thot ndryshe, ky ndryshe, ai ndryshe. Cilën ta don zemra, ta pranon zemra edhe truni jot, kapaciteti jot. Nëse ti je rrit me një familje e gërsin, ku nuk është respektu femra, ku baba i ka thënë djalit e ka rrehe deri vonë, i ka thënë fjalë ndyta, fjalë fyse, atë normal që ti të pëlqen kur një predikues bërtete, shaj nënën Teres, shaj ato, shaj këto, sepse i ka dëgju që ato fjalët në shtëpinë e vet. Profetit Muhammed, Zoti i thot, o Muhammed, nëse ti ishe koni rript me njerëzit, ata kishin hik prej teje. Prandaj, na kështu me ignorancën tonë, i largojmë njerëzit nga feja islame. Prandaj, mos i dëgjoni çdo kënd. Ato që i dëgjon një filtroje, për që ato Zoti i ka dhënë 2 vesh. Nga ky vesh i hyn edhe nga ky del. A nëse një mësim hyn në vesh e të flen në zemër, ajo ka me të ndryqu edhe trurin tënë. Hajde